rritjen e zonës Osmani, presidentes Osmani, në shumë dimensione edhe frymën e brendshme që ka krijuar narrativën e saj, duke marrë parasysh edhe mbi vendosin e saj në diplomaci që ka diplomacinë ose qeverinë e Kurti ose ministrin e jashtme edhe vetë kryeministrin, presidentja e ka defunksionalizuar për aktivitetin diplomatik. Të gjithë këtë aktivitet ajo e ka rimarrë dhe e ka sjellë në tërëzën e saj të politike edhe diplomatike, dhe kjo është një goditje të cilën Kurti nuk ka arritur ta pranoj, edhe si rezultat këto veprime të zotit të zonës Osmani është një lloj etiketimi ose një lloj goditje e vazhdueshme që Osmania ka bërë në raportet marrëdhënie ndërkombëtare. Dhe ka bërë një lëvizje që mund ta çojë në një skenar që ku mund, po themi në zgjedhjet e ardhshme, mund ta reduktoj forcën e tij politike. Tani shumica atyre që neve që diskutojnë në debate publike është që duhet që patjetër duhet për shembull si taktikë e gabuar e Kurtit. Kjo përveç taktikë nuk e quaj taktikë gabuar të Kurtit, taktikë dhe lëvizje e Kurtit në kohën e duhur ku Kurti e ka goditur Osmanin në momentin e duhur për ta lëvizur politikisht nga zyra e shefit së shtetit, për arsye se në qoftë se zonja Osmani mund të kishte vazhduar mandatin e saj të dytë presidencial, atëherë kontrolli ose mënyra e bashkëpunimit ose e veprimit mes tyre do të vërtetësojë shumë. Pasi zonja Osmani ishte dije që është mandati i fundit, Kurti nuk dije pas 4 viteve a mund të jetë përsëri kryeministër i vendit, dhe ajo në çdo hap e kishte kthy betejën mes dy institucione, betejë politike dhe betejë të ashpër. Kurti e ka nuhatër këto veprime dhe pastaj e ka bërë lëvizjen e cila shumica nuk arritur ta kuptojnë gjërvonë që do të jetë veprime si Kurti gjoja ka krijuar. Në opinion u tha dhe këtu ka qenë një farë lloj mos deklarimi, ka qenë një lloj heshtje politike e armëve mes dy palëve për mos goditur njëra tjetrën politikisht. Por betejë për mes Kurtit dhe Osmanit ka filluar shumë herët. Ka filluar që pas deklarimit në Kuvendin e Kosovës, kur zonja Osmani është drejtuar pikërisht kryeministit Kurti me atë deklaratën që jeni duke luajtur Bixhas. Dhe këtë nuk e fal kryeministi Kurti dhe ai në kohën e duhur ka bërë veprimin e duhur dhe ka arritur ta godasin për ta nxjerrur nga zyra e presidentit me tërë forcën e vet politike që ka aktualisht zoti Kurti. Shkurt, për shkak se do të japë natës dhe profesor Buzulli. Pse zonja Osmani e pengon zotin Kurti për ta plotësuar atë që thash më herët. Iniciativat e zonës Osmani me politikën e jashtme e kanë penguar zotin Kurti që zonja Osmani të mos ngritet politikisht më tutje, sepse u po qartë, sidomos kohën e fundit, që zonja Osmani është shumë e afërt me partnerët tanë ndërkombëtar. Dhe zoti Kurti për të mos lejuar një gjë të tillë që